إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falendrime dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahu Gjelle Shanu, atë falendrojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu nga të këqijat e shpirtit dhe veprave tona. S'ka dyshim se kë Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, s'ka kush që e humb, dhe kë e humb dhe e lajthit nga rruga e drejtë, s'ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç Allahut I cili është një, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij. Pa dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut, kurse udhëzimi më I mirë në të mirën është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe veprat më të shëmtuara janë gjëra të shpikura në fe. Çdo shpikje përmban bidat, çdo bidat është humbje dhe lajthitje, dhe çdo lajthitje dërgon në zjarr. Dhe në vazhdim me ndihmën e Allahut themi, të nderuar vëllezër, sonte do të meditojmë një nga bazat kryesore të fesë islame, që njerit është boshti themelor I fesë, etikës dhe devotshmërisë. Njëri nga 4 hadithet që tër feja islame sillet mbi të. Para se të flas për këtë hadith dhe çfarë përmban nga dispozitat dhe këshillat, dëshiroj ta përkujtoj veten dhe gjithë juve për një dhunti të madhe që Allahu Gjelle Shanhu e ka begatuar këtë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur ka thënë në Kur'anin e Tij fisnik: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot përsosa fen tuaj dhe plotësova dhuntin time ndaj jush, dhe jam I kënaqur që kam zgjedhur për juve fen islame. Kur Allahu Gjelle Shanu ka thonë këtë ajet kuranor, sot përsosa fen tuaj, kjo nuk kupton qartësi në çështjet e halallave, qartësi në çështjen e harameve, dhe qartësi në pasimin e rrugës së shpëtimit, larg çdo dyshimi dhe efshi. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në sahihat e tyre nga Nu'man ibn Bashiri, sahabiu I ndershëm, kënaqësia e Allahut qoftë mbi të, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Me të vërtet halali është I qartë dhe harami është I qartë, dhe mes tyre janë gjërat e dyshimta që shumica e njerëzve nuk I din. Andaj ai që I ruat gjërave të dyshimta, vetëm se ka ruajtur fen dhe nderin e tij. Ky hadith është bazë në jurisprudencën islame. Është baza e shkencës së akides, besimit. Është baza e ahlakut, edepit, moralit. Njëherët është baza e shkencës që merret me pastrimin e zemrës dhe shpirtit, që njihet ndryshe si zuhdi apo asketizmi. Allahu Gjelle Shanhu me dhuntin dhe begatin e Tij ndaj këtij ummeti
e ka qartësuar gjithçka çka është halal dhe çka është haram. Edhe halali dhe harami në fenë islame nuk është sipas shijeve të njerëzve, as sipas tekave të tyre, as sipas mendimeve të tyre, as sipas traditave dhe zakoneve të tyre, por halali dhe harami janë dy dispozita hyjnore të Allahu xhalla shanhu, që nënkuptojnë lejimin, lejesat e Allahut në të njëjtën kohë me haramin, ndalesat e tij. Pra halal në fenë islame është gjithçka çka e ka lejuar Allahu nëpërmjet argumenteve të Kur'anit dhe sunnetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo konsenzusit islam ijmas. Gjithashtu harami është ajo që ka ndaluar Allahu xhalla shan në Kur'anin e tij fistik apo nëpërmjet sunnetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo njerëzshmërisë së dietarëve ijmas apo konsenzusit islam. Ky hadith i Nu'man ibn Bashirit është si ajo rregulli më i madh islam që e sistematizon jetën në mënyrën që e kënaq Allahu xhalla shanu. Nuk ka mundësi asnjë musliman ta ketë rregull jetën e tij fetare përderisa nuk e praktikon këtë hadith në të gjitha sferat e jetës së tij. Kush lën mangu praktikimin e këtij hadithi në jetën e tij, ai nuk e ka të rregulluar jetën e tij fetare. Nuk e ka të rregulluar imanin. Nuk e ka të rregulluar ibadetet e tij. Nuk e ka të rregulluar as moralin e tij, etikën e tij. Andaj ky hadith është shumë i rëndësishëm. Tham se është boshti themelor i fesë, etikës dhe devotshmërisë. Nuk ka fe pa këtë hadith. Nuk ka devotshmëri pa këtë hadith. Edhe nuk ka edep etik dhe pastrim të zemrave të shpirtit pa këtë hadith. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka sqaruar në këtë hadith të vërtet se halali është i qartë edhe harami është i qartë. Kush e ka qartësu? E ka qartësu Allahu nëpërmjet fakteve dhe argumenteve, me qëllim që njerëzit ta kenë të lehtë ta zbatojnë urdhrin e Allahut dhe të mos humbin kohë ta zbulojnë argumentet apo të hulumtojnë se çka është halal, çka është haram. Allah as mirë e ka përgatitur terrenin e jetës për muslimanin në këtë botë, saqë atij nuk i përket asgjë tjetër sa është gjallë, vetëm se ta merr dhe ta realizoj. Gjithçka është e qartë dhe gatshme. Neve nuk na përket asgjë tjetër përveç se me marrë dhe me zbatu. Nuk kemi çka të humbim kohë të hulumtojmë se çka është halal, çka është haram, por halalet janë të specifikuara nga ana e Allahut, haramet janë të specifikuara nga ana e Allahut dhe të qartësuara, të ditura me çdo hollësi, me të gjitha dispozitat. Pse ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është boshti themelor i fesë. Është baza themelore e fesë. Për arsye se nëpërmjet këtij hadithi, nëpërmjet këtyre dy dispozitave, halalit të haramit, mvaret pranimi i ibadeteve dhe refuzimi i tyre. Kush punon me halal, imanin e ka të rregullt, ibadetet i ka të pranuara tek Allahu, dhe kush nuk punon apo kush punon me haram, edhe bie në haram, iman nuk e ka të rregullt, por në anën tjetër edhe ibadetet i ka të refuzuara dhe lutjet nuk i ka të pranuara. Një prej kurthave më të mëdha të shejtanit për t'i devijuar njerëzit nga feja islame, nga rruga Allahut, nga siratul mustaqim, rruga atij e drejtë, që është rruga e shpëtimit që çon xhenet, është t'i fut njerëzit në haram, në ushqimet e tyre, në pirjet e tyre dhe në veshmbatjet e tyre. Sepse shejtani e din shumë mirë se nëse një musliman e ka ushqimin haram, pijen haram, veshjen haram, duaja e tij nuk pranohet. Andaj është shumë ambicios me shti muslimanin në këtë lloj problemi
mes ti dhe Allahu Gjellëshanu, dhe me jahjeshu ati në gjdo form haramin, që ai më ra sa ma let në haram, e që pastaj kur vjen haram, shejtani rrin qet, se e din se sa ma shumë, sa i lutet Allahu Gjellëshanu, Allahu nuk ja pranon lutjet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër të vërtet ka thonë, dhe njeriu thot, i pluhnosën, i plagështum nga sprovat e shumta, i ngrit duart e tij në qiell, duke lut Allahun, o Allah, o Allah, për nevojat e tij. Thot, mirë po, ushqimin e ka haram, pijen e ka haram, veshin e ka haram, dhe gdhihet në haram, do me thonë, e arrit mëngjizje dhe nata me harame. Fa anna yustajabu lak, si të përgjigjet Allah ati, kurse Allahu Gjellëshanu një ajet tjetër kuranor, kur ka këshillu besimtarët musliman, ka thonë, inna shejtane lakum aduwwun, vërtet shejtani është armiku i juaj i hapt, fattakhidhuhu aduwa, atër merreni edhe si armik, innama yad'u hizbahu liyatakunu min ashabis sa'ir, me të vërtet ai thirr me parinë e tij njerëzit që të bëhen prej banorëve të zjarrit. Çka thirr shejtani? Një ajet tjetër kuranor Allah ka sqaruar. 3 kurthat më të mëdha të shejtanit për mi deviju njerëzit që mi shkaktu hidhrimin Allah ndaj tyre. Innama ya'murukum ya ayyuhan nas, që shejtani sa thot Allahu, o ju njerëz, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hanin atë çka ka kriju Allah në tokë për gjëra që i ka leju dhe që janë të mira. Wala tattabi'u khutuwati shaytan, dhe mos i pasoni gjurmë të shejtanit. Innehu lakum aduwwun mubin, me të vërtet ajo është armiku juaj i hapt. Pse është armiku jon i hapt shejtani? Për këto 3 arsye. Innama ya'murukum bis-su, për arsye se ai ju urdhëron juve në të këqija, wal fahsha, dhe në amoralitet, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, dhe që ta thoni për Allah atë që nuk e dini. Këto janë 3 kurthat më të mëdha të shejtanit që i gjaton njerëzit. Innama ya'murukum bis-su, ai ju urdhon juve në të këqija. Çka është fjala për këto? Me cilat këqija? Me fitu bukën me haram, me fitu bukën, pijen me haram, veshjen me haram, jetën me pas me haram. Kjo është ajo që urdhon shejtani. Mi fut njerëzit në kamat, e që kamata konsiderot mi shpall luft ashiqare Allahut. Edhe ai kur e shtin një njeri në kamat, luft me Allah, atër e din se qka, i tër ushqimi ti, jeta ti, dita ti, nata ti, qaj pasurit që e ka marrë me kamat, nga një bank, apo nga një njeri, për çka shfrytëzohet gjatë gjithë jetës ti, 24 orëve, rrym, ujë, veshmbathje, ushqim, këto janë haram. Edhe shejtani pastaj në qetë. Pse? E ka përgadit terrenin. Andaj nuk është për çudi që sot vrejna shumë prej muslimanëve, familjeve muslimane, për shkak që nuk i rin gati çështjes së halalit dhe haramit. I shohim se në familjet e tyre kanë probleme me prekjet shejtanëve, me prekjet gjinëve, goditjet e mësysh, me hased, për arsye se shtëpia komplet dhe çka konto është i privum prej halalit. Për shkak të futjes në haram dhe bashkëpunimit me haram, me kamata, me mashtrime, me rishvete. E pastaj si shpreson një njeri i tillë, kur jeta ati brenda 24 orëve çdo ditë i rrotullohet në brenda haramit. Si shpreson ai që Allah t'ju përgjigjet atij, kur ai nuk mendon fare se vazhdimisht është duke i bërë gjuna Allahut. Andaj harami nuk është vetëm një gjuna personal që e bën njeriu,
mes ti dhe Allah. Harami është të i kalemi kufive të Allah. Me zhvlerësu kufit e Allah, mos mi konsideru për kur gjë, e ti më shkel atu, dhe në anë tjetër, me të cenu drejtësin e ti. Kjo është e keqja e haramit. Se ti shkon e dami haramit veç mes teje dhe Allah, shumë mirë kishte me qenë. Mi po për shkak se konsiderohet që është shkelje kufive të Allah. Për atë Allahu xhalla shanu shumë ajete Kur'anor thot, tilka hududullah. Këto janë kufit e Allahut, fala ta'taduha. Mos i tej kanani ato. Në ajet tjetër Kur'anor Allahu xhalla shanu thot, mos wala taqrabu al-haram. Mos ju afroni haramit. Po thot mos bani haram. Po mos ju afroni haram, sepse çdo mjet që çon haram është haram. Andaj largoni nga mjetet që ju çon haram, por mos më ron haram. Mos ju afroni haramit. S'ka thon direkt mos bani haram. Për arsye se çdo mjet që çon haram është haram. E po muslimani përderisa nuk i largot mjeteve dhe shkaqeve që çojnë ato në haram, atër ai konsiderohet se është shkelës i kufive të Allahut, e që Allah këto nuk të e toleron as pak, madje nëse është pejgamber, dhe është cenimi drejtësisë Allahut. Ti e ki qitë sprov, ki mundu me qitë sprov Allahun në aspekt, sikur me dash me thonë, qa zëtë unë e bo në haram, hajta është po të pres. Qa do me bo me mu? Qështu i bjen një njëri që e bon një haram, është i vetëdijshëm, sikur mi thonë Allah që unë e bo në haram, hajta është bo që ka dush me mu, a më nësh me mu? Zotin arrujt. Kjo është e keqja haramit. Për arsye, edhe në këtë mu për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me të vërtet është halal dhe është i qartë. Ja ayuha nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. O ju njerëz, hani atë çka është në tokë që është halal dhe i mirë. Dhe esenca çdo seni që ka kriju Allah në tokë është halal, përveç ajo që ka ardhur me argumente shariatike për një sen që është haram. Do me thonë, përqindja më e madhe që ka kriju Allah në tokë, për njeriu është halal, por një numër i vogël i gjësendeve, gjërave janë haram dhe ato nuk janë haram përveç se me argumente Allahut. Pse Allah i ka vendosur ato harame? Për mi sprovu muslimanët, sa kanë sinqeritet në besimin e tyre. Për mi sprovu muslimanët sa janë sinqert kur e dëshmojnë njëshmërinë e Allahut. Për mi sprovu muslimanët sa e dojnë Allahun, a në realitet ata përaprin kënaqësinë e Allahut dhe dashurinë e tyre ndaj Allahut ndaj haramit, për atë ka vendosur edhe harame si sprovë. Për mi peshu njerëzit, mi peshu dhe mi dallu musliman të sinqert për atyre muslimanëve të cilët nuk janë të sinqert. Andaj, kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj këtë hadith, dhe mes tyre janë gjërat e dyshimta, që shumica njerëzve nuk i dinë, e shejtani futet nëpërmjet kësaj rruge, prej dyshimeve për me fut njerëzit pastaj në haram. Shumica njerëzve nuk e dinë. Shtrohet pyetja. Pse Allahu xhalla shanhu ka leju me pas gjëra dyshimta? Pasi që mundësia e tij është, ajo është i plot fuqishme absolut. Ka pas mundësi veç me caktu halal dhe haram, mos me lën një lloj mundësie që ka gjëra dyshimta mes tyre. Të ka një urtësi shumë madhe. Çfarë është urtësia kësaj? Për me dallu Allahu dietarën prej ignorantit. Kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, la ya'lamuhunna kathiru minan nas. Shumica njerëzve nuk e din këto gjërat e dyshimta, kjo nuk kupton se dietarët i din. Andaj nuk janë të barabartë dietarët me ignorantët. Se sikur mos me lon Allahu xhalla shanuhu këtë çështje mes halal të haram e gjërat e dyshimta, atëherë njerëzit i kishin barazu dietarët me ignorantët. Allah këto nuk e toleron sepse kjo është një lloj zullumi. Nuk mundet mu krahasu dhe mu barazu një njeri që nga vezlia ti ka kërku dijen rreth fesë Allahut dhe ka met pa gjumë, larg familjes së tij dhe ka përjetu të gjitha peripetit vetëm si ta arrijë dijen ndaj fesë Allahut me atë që nuk din kurrë. Mu për këtë arsye Allah xhalla shanu shumë ajete kuranore thot, afa naj'alul muslimina kal mujrimin, a mos vallni barazojnë musliman me kriminalët? Ma lakum kayfa tahkumun? Çka është me juve si po gjykoni kështu?
Am naj'alul muttaqina kal fujjar, a mos vallni i krahasojmë devotshmit me të prishërit? Kokat devotshëm janë dietarët. Andaj nëse në fenë islame apo në jetën tonë has në gjëra që për ty janë të dyshimta, kjo nuk do të thotë se ti një qas edhe me realizu dyshimin, po dosh me pyet dietarët, dosh me pyet hoxhallarët, ata e din me ta tregu, a bën mos me bu, a bën me bu apo mos me bu. E fjala shubhe në gjuhën arabe, që ne e përthejna si dyshim. Në jurisprudencën islame ka dy kuptime. Nuk ka mundësi një gjë me qenë dyshim në sipas jurisprudencës islame, përveç se nëse i plotëson njërin prej dy kushteve. Kushti i parë është nëse nuk ka për të ndonjë argument të qartë nga Kurani dhe Suneti që e ndalon apo që e lejon. Edhe kushti i dytë është nëse nuk e ka këto, kushti tjetër është që halali edhe harami të jenë përzim me njëna tjetrën. Kjo është gjëra e dyshimt. Ki pak halal to, ki pak haram to. E kjo është një dyshim. Nëse kjo realizohet në një produkt, një diçka, një fenomen që bashkohet në to, ka edhe halal edhe haram, prej fesë, prej devotshmërisë është tim ju largu. Hasan Basriu, zotriu tabiin me thot, besimtari devotshëm thot, është ai i cili thot devotshmërinë nuk e konsideron thot me ibadete, por devotshmëria vërtet është thot ai që ndalet tek dyshimi. Ndalet tek dyshimet. Domethënë Zot runa ai mi realizu haramet. Me marr guximin mi bë haramet. Njeriu devotshëm i vërtet është ai që ndalet tek dyshimet. Dhe ai që ruhet dyshimet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm se e ka siguruar fenë e tij dhe nderin e tij. Pra muslimani devotshëm do të me pas kujdesje gjatë jetës së tij, nëse has dyshime, që për to janë dyshime ndoshta, për shkak të mangësisë së dijes së tij rreth fesë Allahu xhallahu shanu, mos ta merr guxin me thon se po ma merr mendja që s'ka kur gjë të keqe këto ne pe bëj. Po let nalet, let të stopit veten, sepse kjo është prej devotshmërisë, kështu e lyp imani. Edhe konsultohu me dietarë dhe me hoxhallarët, nëse ata thonë se bën me bu, e bën. Nëse se bën, atëherë çka distancohesh nëse është dyshim. E jo me thonë valla përderisa s'te ka s'po di qartë halal apo haram, unë e pe bëj. Ja, përderisa është dyshimi. Për shembull barazohet halali me haram në diçka, apo 1% ka në to halal, po përqindja më e madhe është haram, apo e kundërta, përderisa ka përzierje, ti nuk guxon me bë ato. Nuk është për imanit. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Faman ittaqa ash-shubuhat", ai që i ruhet dyshimeve, si shan frikën ndaj Allahut, ai ka siguruar fenë dhe nderin e tij, sepse dyshimet janë ura që çojnë në haram. Nuk ka mundësi një njeri me shkel në haram pa e kalu urën e dyshimeve. Pra, këtu kuptojmë në urtësim se si Imam an-Nawawiu, se Ibn Rajab al-Hanbaliu, Allah mëshiroft, dietarët e mëdhenj të selefit para tyre dhe pas tyre, kur kanë folur për këtë hadith, kanë thonë është njëni prej 4 haditheve që feja islame sillet mbi ta dhe ndërtohet mbi ta. Sepse ky hadith në veçanti është hadithi që ta rregullon jetën, ose nëse si përmbash ki jetën e çrregullt, si në aspektin e imanit, si në aspektin e ibadeteve, se ibadetet s'to pranohen. Se shtam shejtani mundot mi shti njerëzit me çdo kusht mja hieshu haramin, pse e din se këto është ajo, do me thonë ajo pika kyçe që varet pranimi, ibadete dhe refuzimi, tek halali dhe te harami. Halali shkakton pranimin, harami shkakton çka refuzimin e ibadeteve. Andaj këto e shohim edhe në shumicën e njerëzve që s'kan dorim ndaj haramit. Duke ja hieshu shejtani atyre vazhdimisht me bu haram, duke ja stolis aty në haramin, duke i gjet atyre justifikime
edhe arsyetime të kota, vetëm e vetëm që të bëjnë haram. Mirë po një besimtari mirëfillt, një njeri i devotshëm, ka frikë Allahun xhaleshanu dhe ndalet dhe llogarit vetëm. Unë haramin nuk muj me bo. Nëse bi do të më patjetër me boj stikfar. Ama nëse ti vazhdon me haramin dhe një aspekt i shpall luft Allahu xhaleshanu duke manifestu haramin, atër si po shpreson që Allahu xhaleshanu ty me të fal? Si po shpreson Allahu xhaleshanu mi ti pranu lutjet? Pra nuk është problemi të lutja si lutje. Problemi nuk është të namazi si namaz. Se namazi largon njëri për të këqia. Allahu xhaleshanu ka thot kush më lutet mu një përgjigjem. Mirë po ka vendos kushte kur më ju përgjigj. Njëri për këtyre kushteve kryesore është me pas ushqimin halal, pijen halal, jetën me pas halal. Nëse muslimani ushqimin, pijen, vjeshën edhe jetën e ka halal, lutjet që i drejton ai Allahu xhaleshanuhu, le që pranon po me një realizon. Mirë po nëse vanohen, pasi që ki lut një kohë shumë gjatë Allahu xhaleshanuhu, atër mos e akuzo duan, mos e akuzo namazin, mos e akuzo Kur'anin, mos e akuzo diçka tjetër që lidhet me fenë Allah, se defekti nuk është aty, po është defekti tek ti si person që ki marrë guximin me kundërshtu ligjin Allah xhaleshanuhu, e ki cenu drejtat e ti, drejtësinë e ti, edhe ki shtin sprov, do me thoni në aspekt, edhe pse Allah nuk sprovohet, mirë po ajo sjellja jote ka bërë që do me thonë ti në aspekt si me qitë Allah, do me thonë që kanë peshoj, që ka bëdon me bo me ty, atëherë do me thonë që kjo shkakton hidhrimin Allah. Dhe si e tillë, do me thonë që ti nuk ke mundësi mi pas pastaj as në mbërësi, një iman me jeshtu mbërësi, me ndje mbërësi në imanit, as mbërësi në ibadeteve, as mbërësi në duas. Dhe në anë tjetër, as ma tepër, ki me pas edhe rëndime në realizimin e ibadeteve. Sepse aq haramet jënë lidh njëna me tjetërin, se të shkon një haram kështë me qenë shumë mirë, po haramet janë halka, një e bon, tjetër e ngrit tjetërën, ky tjetër e ngrit tjetërën, deri sa qka cilët për rreth teje, harami si kurse zinxhirt. Edhe do me thonë qka, mon peng, nuk mundesh me livrit, se ti ke menu që veç me një haram pështon, po ai haram i ka sjell pas vete edhe shumë harame tjera. Sepse janë të lidhë njëna me tjetrin. Aspekte, segmentet e jetës, sferat e jetës lidhen me njëni tjetrin. Ushqimi, pija, rryma, shtëpia, rroba, teshat, kerri, këto janë të lidhë njëna me tjetrin. Ti menon që veç një haram e ki bo mirë, po me që ato shumë sene tjera pastaj çka i ki ngrej mas veti. Dhe çka e ki nguju vetën me zinxhir të harameve deri në fyt, edhe s'mundesh me livrit. Andaj këto zinxhir që të hallkat haramit nuk ka mundësi kërkush kur mu hjek, edhe mu liru muslimani prej prangave tyne, përveç se nëse pendos sinqerit tek Allahu xhaleshanuhu, me një pendim sinqert që një aspekt duke u betu mes ti dhe Allahu xhaleshanuhu që kur nuk kam ju kthy atyre gjërave që i ka bo më herët, e pastaj shtoj sa ma shumë ibadete, pendim, tesbih, falënderim dhe Allahu xhaleshanuhu, deri sa të largohen tek ai pastaj halka dhe të lirohet komplet edhe të jetë për aty në robërë të Allahu xhaleshanuhu që Allah është i kënaqur ndaj tij. Imam Ahmedi, Sufjan Thauriu, Allahu mëshiroft, e shumë dietar tjerë thojnë një pasuri sa grimca atomit që është halal. Shqyqani, kur ka thonë grimca këtu, Allahu xhaleshanuhu në surën Zelzele ka thonë femen ja'mel mithqale dherratin khejren jara. Ai që bon sa një pjesë e një grimce, jo ka thonë sa grimca, një pjesë e grimcës, Allah alem sa është aje vogël, do ta gjej, ka bu mirë, do ta gjej ato efektin e qasoj që ka bodh. Po nëse e bën edhe sa një pjesë e një grimce të keqe, ka me gjithë. Tash, qërë që shpeshon sene tek Allahu. Gjithë shka në këtë botë e ka një sistem peshimit. Për shembull, gjërat e lamta peshon me litër.
apo edhe në mililitër. Gjërat e ngurta peshon me kilogram. Gjërat për shembull dukate argjendi peshon me gramazh, apo gjithçka ka një lloj peshoje. Një sistem peshimit. Mirë po veprat e mira dhe imani edhe gjunohet me grimca, edhe me cupat grimca. Ti shkon kjo mirë nëse është çështja tek puna e hajrit, sa një pjesë e një grimce kjo është shumë e mirë. Po çka më bëu me ato grimcat që nëse e bëjnë edhe të keqe, që ato kena me gjetë para vetën ditën e kiametit. Sa prej gjunoheve na i bëjna Allahut, pa pas ndjeni fare, pa u brengos fare se kena bo gjuna. Sa ne kemi rënë dyshime me njetë se une po i afrona Allahut, me njetë se kjo është një domosdoshmëri që une do të me pasu, se jam zarë, pa kur far lejese dhe pa kur far qka kushti. Andaj edhe këto e kuptojnë na pastaj problemin pse muslimant janë mbrapa me imanën e tyre. Pse muslimant janë dot në raportet e tyre me Allah. Pse muslimant sot ibadetet, namazet që i falën në shemb nuk shohin për shembull ndikimin e namazeve të tyre në edukatën e tyre, në etikën e tyre, në veshjet e tyre. Se dosh me kthy shumë më herët kasetën. Diçka ki boti prej harameve. E ndoshta ki haru krejt. E çajt ka është ende të mojt peng ty, edhe s'po të lënë që do me thonë çka namazi me pas ndikim në shpirtin tonë, edukimin shpirtëror tonë. Namazi me ta përmirësu shëndetin tonë. Namazi me ta përmirësu mentalitetin tonë, me ta ru mendjen tonë prej problemeve psiqike. A di çka është një fatkeqësi në këtë kohë o vllazën që shumë prej muslimanëve me gjithë namazet e tyre që janë duke i bo në aspektin e jashtëm, po ankon me probleme psiqike. Këto janë dy gjëra të kundërta, dy pole të kundërta. Si ka mundësi një musliman që i beson Allahut, i mbështetet Allahut, ka bindjen se Allah i plot të fuqishëm për gjithçka, ka bindjen se Allah i pranon lutjet e tij dhe i vërteton, i adhuron atë çka po lyp Allah. Pe Allahut. Në anën tjetër, një sprov e vogël me shkaktu probleme psiqike taj. Kjo është e palogjikshme. Kur nuk kishte, mos kishte ndodh, për gjeneratat e kalume kjo është diçka e papranueshme, mirë po, të na po ndodh. 5 vakli, probleme psiqike. 5 vakli, për shembull ka probleme shpirtërore, ngarkesa, ka paragjykimin ndaj Allahut xhaleshanuhu, mendimet këqija. Krejt këtu kanë një pasojë, e kanë një lloj vegze. To nuk vin vetvetijo. Fillim kur e ki bu haramin, se ki vret gjurmën e ti në trupin tanë, as të familjen e tone. Mirë po dikur aju trashaj haram, trashët, pastaj dikur, sikur se do me thonë qka, një bakterie, një smundje, që fillim qka, paraqitet i msheft, sikur se kanceri, fillim nuk dihet, dere sa ta pushton trupin, një pjesë trupit, pastaj der në shesh edhe dihet që e ki hongër ti, i ki dit e caktume të ka në këtë botë. 6 muaj, 1 vjet e gjys, 2 vjet, me njerë ta tregojnë sa ki metu. I njëjtë gjë është me haramin. Fillim e bën se vrejnë kur gjë, se ki deponu më herët ibadete. Mirë po shejtani ta hjeshan, hajt mos tani se apo sheti s'po sprovosh, se bën haramin, apet, do të thonë çka? Mashallah, po shit që ti rapidosh me Allah je. Ma përdesh s'po të dënon Allah me njerë, s'po sprovon, do të thonë çka? Ti pas ki koja ibadetet mira, vazhdoj qështu. Ai trashët, deri sa ta pushton zemra. E pastaj vuloset. Për shkak të gjinoheve. Që kjo vulosje në Kur'an është përmendur me emrin Ran, kella bel ran, ala qulubi ma kanu yaksibun. Gjithsesi thot aty ju vuloset zemra për shkak të gjinoheve të shumta, për shkak të asaj çka kanë vepruar gjatë jetës së tyre apo gjatë punëve të tyre apo manifestimit, do me thonë, sferave të jetës tyre. Para se marrë deri të që kjo vullosja zemrës prej gjinoheve,
dosh me pas parasysh që ju tut dyshimeve ma tepër se që ju tutësh haramit. Sepse dyshimet janë ata që të shtin me ran haram. Ti qelin rrugë të shejtanin nëpërmjet dyshimeve vjen. Që kur s'din kam ja majt është halal apo haram. Djetarët thonë se urtësia pse Allahu Gjellëshanu ka ndalu muslimani me marrë guximin me realizu dyshimet, me him dyshim, jo në haram, fjala është për dyshime. Pse pejgamberi ka thonë këto urtësia, pse pejgamberi alajhissalam ka thonë kush i tutët dyshimeve, vetëm se e ka siguru fen dhe nderin e tij. Urtësia kësaj është që dyshimi e arson zemrën. Veç dyshime para menon. Ku janë haramet? Haramet e shkatrojnë. Tash një zemër që mbulot me errësirë, ajo zemër në aspektin fetar nuk funksionon lirshëm edhe shëndetshëm për mi marrë urdhrat e Allahut Gjellëshanu dhe mushqy, sepse e ka kaplu, dyshime ka kaplu ato si me cip. Edhe pastaj ajo errësira që ta ka kaplu zemrën, këto ibadete stilen, për shkak se ti vazhdimisht e merr guxin me ron dyshim, hajt se bon, këtë njerëzit pe bojnë, pse unë mos me bu, që Allah s'pe dënon këta, as mu s'ka me mdënu, tu bu që si krahasimet kota të shejtanit që ti jeshon, ndal nga dal, ajo cipa e dyshimit që ta kaplon, ta arson zemrën, s'len me marrë frymë tamam zemra me funksionu, edhe ditës ajo zemrë vdes. Ti ndoshta i gjallë, me trup, mi po zemrën e ki dekt, sepse ki të vullosna. Po këtu vrejna rrezikun e manifestimit gjërave dyshimta. Edhe ajo që ka më shtini mu me mojtë këtë ligjeracion të këtu. Ose që dy ligjeratat që më duke i mbajt në Prizren, në një vend tjetër, vazhdimisht po më vinë pyetje për rreth birës pa alkool. A lejot, as lejot. Edhe pse unë kom sqaru në mënyrë zbërthyme në faqen time personale Facebook me argumente për ajeteve, haditheve dhe thonjeve dietarëve islam, çka thojnë rreth birës pa alkool në vendet evropiane, jo në vendet arabe. Në vendet evropiane nuk është 100% se është pa alkool. Për shkak të jo fermentimit të këtyre birave si duhet dhe jo vëzhgimit mërfilt. Kur prodhon ato, sepse prodhon kuadër një fabrike që është themeluar në esencë për bira alkolike. Krahas birave pa alkool që themelohen në Arabinë Saudite, në Jordani apo vende shtete tjera arabe, në esencë themelohen për mu prodhu bira pa alkool. A këto janë themeluar për mu alkool mu bu, në kuadër kësaj e qesin kinse zero alkool. E Sheikh Bin Bazi, Allah më shëroh, tregon shumë mirë në fetvat e tij, kur është pyetse, është vërtetuar nëpërmjet komisionit të muslimanëve, me anë të dietarëve që kanë shkuar në shumë vende evropiane, se ato bira që shkojnë zero alkool në vendet evropiane, në vendet Ballkanit, në vendet perëndimore, nuk është e saktë se është 0%, po është gjin 1% alkoolit që di. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ajo që di pak, ajo që di me pakica asaj është haram shumica asaj. Dhe çdo gjë des është haram, edhe nëse është sokrinca. Industria e prodhimit të ushqimit në Evropë, një shembull tjetër për më, krahas birave alkolike, jo alkolike. Kom lexuar para disa vite një studim të disa muslimanëve francez, muslimanëve në Francë, tema doktoraturës lidhur me produktet që prodhohen me gelatin, që kanë tonë gelatin. Dhe si rezultat i atyre studimeve që kanë shkullumtu ata me vite dhe kanë përsjedh edhe kanë pyet prodhuesit atyre ato do të thonë përgjegjësit atyre industrive të prodhimit të ushqimeve të ndryshme, çokoladave e kështu me radhë, kanë vërtetuar se 95% të produkteve ushqimore në këto
industri që prodhon në Evropë dhe në Ballkan, 95% kushtohet gjelatin për mban gjelatin thirr. E në veçanti, thot, studimi, produktet e sërbëve. E në veçanti në mesin e tyre, firma Jafa, e sërbëve që ka çokolada, keksa, që ka po diu në shumë, do me thonë, produkte ushqimore me ëmbëlsira. Aty ku ka shku gjelatin, pas studimit me filtra laboratorike, kanë gjetë se ajo gjelatin është e thirrë. Për andaj studimi thot, për derisa nuk shkruan një produkt që han muslimani, se është gjelatin viçi, që në gjuhën angleze thonë beef, apo gjelatin halal, dhe ka vullën halal, nëpërmjet miratimin do një shtet islamik, kur e ka bo ato e ka marr, është prej devotshmërisë tash, këtu po vjen ajo që po kthehemi te dyshimi. Por derisa një studim e ka është vërtetuar prej anës muslimanëve. Andaj që po thotë se 95% është gjelatin thiu, tash edhe pse ti nuk e din, prej devotshmërisë është ti mos me hungër ato. Jo me thonë se hajtë se unë ashtë e qëlloj që 5%, jo la se po makona mu, për shamu Jafa keksat. Apo filan keksat, apo filan çikoladat. I kanë shumë të shishme. Kjo, ajo lakmia jote, për me hungër ato se ty të pëlqen, kjo nuk e bën qatë dyshim, ty të leju me ti me realizu me bo. Andaj vllazën, na si musliman, aq ma tepër, na si pasus sunetit që krenohemi që neve Allah në ka ndëru me pasimin e sunetit dhe me rrugën e selefit, a do të me pas shumë ma shumë kujdes bre? A shumë do të me pas ma shumë kujdes që ka po hajna dhe që ka po pim. E jo musil na, kinse na, adem i na pasu sunetit, na i na dyqysh si evlijat të veçant zotit, adem, dyqysh një farë jarania, e një farë dashnia kemi shumë ma të veçant e ka Allah, mja leju vetë të thu se Allah ka ngrit lapsin prej neve, edhe unë e bëj këto, pse unë e kom akiden e mirë. Është një thonje selefit, ma mirë është, do me thonë, kryesori është ma e dashën për shejtanin është me pas akiden e vërtet, edhe nëse je gjunaqar. O, mëre miskir, i gjorit, i mjerë, shejtanit ty, është bu budal të lu me ty, ka bu budal të lu me ty. I marë në disa thonje djetarëve, si kurse për shemë këta sprovumit me gjerh, ekstremit që i nxjerrin njerëzit prej sunetit, thonë një fasik që ka akiden më mirë është Allahu xhaleshanu se sani që është një dietar apo asë ka akiden e keqe. Edhe me çito çka e sheh për shembull ai e nxjerr ato prej sunetit, nxjerr prej ato sunetit, a cigana ka ndor. Për çuditërave të saj bote është kjo. Apo hin për shembull kafiçarin. Unë shumë prej tyri i kompone në për kafeneja që në to ka alkohol dhe muzikë 24 orë. Mjekrën, prej ngrin, të nxjerr njerëzit për sunetit, ama kjo është gjuna, në pendona. Kryesore akide me pas pastër. Kjo është një vezvesë e shejtanit, që për këtë kohë është të i qko që thojna na me gjuhën e popullit, trit. Edhe ty e jeshu aty ne më qisa që ka thonë këtë djetar, ta merr mendje që është ajet kuranor. Po kjo është një thonjë djetari, që nashta për kohën e tij ka qenë kjo, do me thonë prezente edhe ashtu ka qenë, nuk do thotë që për gjitha kohët ai më mirë si shabllon. Edhe mu pranu si është i pagabushëm si thonje. Çdo kohë ka do me thonë tradita, çdo kohë ka mentalitetin, çdo kohë veçohet me sprovat e tyre. Andaj sprovat e selevit nuk janë konë njëtë janë sikur se sprovat tona. Ti me marrë një thonje e kohës selevit shekullit 3, edhe me munu me bo si shablan, thu se është ajet kuranor, edhe me i peshu vazhdimisht vetën edhe njerëzit me të, kjo është ahmakia më e madhe që është të e bo një pjesë e modernisë, ma disa edhe prej muslimanve, prej pasuzve të mërfil të ehli sunet dhe gjematit. A nuk e din këta të njerët, se esenca, ajo, sebepi kryesor, shkaku kryesor i shkatrimit Allahu xhaleshanu i gjitha popujve çush ja ka nisë, a dini? Nuk ja ka nisë me njën më shirk. Asnjë popull nuk u shkatru, që Allah të përmend Kur'an, popujt e pejgamberit që janë shkatru, prej anës Allahut, asnjë popull kur ka puna për mu shkatru prej anës Allahut,
nuk u shkatru, pse direkt, masi që e kanë po pejgamberin, kanë marrë mësimet e tyre, 180 shkolla ka nisë me bu shirk. Edhe Allah i ka marrë, i ka shkatru. Nëse mendoni kështu, kjo tregon për ignorancën, edhe mendon dikush për xhallave kështu, tregon ignorancën e skrupull që ka. Po çish e shkatru këtu popoj? Dirtar punat e shirku nëpërmjet gjinoheve. Me thonë gjinohat janë posta e shirkut. Gjinohat janë posta e bidateve. Për atë Allahu Gjelle Shanu Kur'an thot wa dharu dhahira al-ithmi wa batinahu. Braktisni mëkatet të dukshme dhe të fshehta. Kur ka kallëzu që ka shkatru Nuhin, popullin e Nuhit, Thamudit, Salihit, Musës, i Firaonin, e shumë popull tjerë, Allah e përmend një ka një, thot fa kullan, fund Allah Gjelle Shanu thot çfarë pasojë e kësaj? A pa dyshim se ata kanë bo shirkjate shumë noja, po Allah këthet në esencë, çka kun sebebi kryesor që kanë ardhur deri te këtë shirk? Fa kullan akhadna bi dhanbi. Thot ne të gjithë i kemi shkatru për shkak të guximit të tyre për me realizu mëkatet. Me mëkatet e tyre thot ja kanë nisë punë. Andaj ai që menon se shumë lehtë fshin gjinohet, edhe e run statusin e tij si Rabi dashur e Allahut, edhe me tu bazu me tonë se e kom akiden e vërtet. Kjo është domethënë është ahmakia dhe ignoranca më e madhe që ka mundet me thonë një musliman edhe me besu. Dhe kjo është ajo që shejtani e dëshiron prej pasuesve të sunetit me ranë këtë kurth. E që shumica për të cilët që pretendojnë se janë pasues të sunetit, për fat keq kanë ranë këtë kurth. Fol për bidat, i nxjerr njerëz prej sunetit, cigaren në dy gishta, kurse hjek. Fol për bidat, i nxjerr njerëz nga suneti dietarët e sunetit, po thonë për neve, për na, gjithçysh janë lash sunetit. Po fjala kur dietarët e mëdhej, sikurse Sheikh Albani, Sheikh Feuzani, Sheikh Uthaymini e shumë tjerë, i nxjerrin nga suneti, i akuzojnë me bidat edhe me devijim, është 24 orë është në për kafene me muzikë, dhe me thonë tresnive perëndimor aty që këndon. Edhe rrinë me femra, me gratuja, edhe nuk e ka galën hiç. Pse? Gjinoja është bajlet tek Allah Gjelle Shanuhu se sa një gabim në akide. Shkoj në të shku rrugës e i bëj 100 herë stakfirullah subhanallah, edhe menon që me qëta e ka larguar gjinojen e vetë. Andaj mos e meni këtë guxim. E cili prej neve, po besoj që nëse ka kuptu këtë hadith që përmenda tash, me këto sqarimet në dritën e ajeteve kuranore dhe profetike dhe dietarëve të selefit, ka mundësi pak a shumë me ditë vetën e ti ku është tash çfarë pozite edhe ku është gjendja e tij me të dhe Allah, do me thonë me Allahun Gjelle Shanu. Edhe me ditë ku është defekti taj. Do të na mundu shumë me llogarit vetën. Shumë me llogarit vetën, ma herët, kur të gabimi kyç prej kutja ka nis, unë çato me hjek. Çat lloj virusi, bakterie nëse hjeki, pjesa tjetër do me thonë çka shërohet vetë ju. Nëse hjeki çato, pa hjek çato, s'ke shërëm. Pra do me thonë na secili prej neve nëse kena diçka defekte, pse Allah s'po na përgjigjet lutjeve tona, pse ne s'po gjina kënaqësi me ibadetet tona, s'po gjina kënaqësi me agjerim, s'po mundu me fal namazin e natës për shkak të gjinave, do me thonë diçka është defekti që ka imatena. Ata do të më sa më shpejt me anis me hulumtu, me analizu veten, me llogarit, me gjetë ku e kia defekt. Me kërku falë Allahut edhe me largu prej vetës. Edhe kështu mundesh më kon musliman i devotshëm. Kështu mundesh më kon musliman që ti e don Allahun dhe Allah don ty. Për ndryshe, nëse ti si rin gati dyshimeve, ma tepër se sa harami, se haramet janë qarta. Haram është diçka që ka caktuar Allah e ka tregu. Mirë po është problemi të këto dyshimet, që këto dyshimet pastaj po ngrenë njerëzit me të madhen haram. Këto është do me thonë poenta muslimanit me konë i fort. Mos me hi do me thonë qka brenda kufive dyshimeve. Se nëse hinë që aty, mu u kry puna tu kanë qenë dyrë të haramit. Andaj vëllezër, është obligim. I se cilë prej neve, djetare, hoxhallar, apo musliman tjeshtë, kushdo që jemi, çdo herë me llogarit vetë tona, çka po hajmë, çka po pim, me analizu, me lexu,
Jo vetë se ty po të pëlqen një produkt, apo ti lakmon, don me hongër, edhe mos me anashkalu, do me thonë çka për mbatjen e tij. Andaj në vetëm me sjella si një shembull, për shkak se shumë të ri me çështjen e kësaj birës pa alkool, e bën një bujt madhe, ta merr mendja që një halal u bo haram, ju kon halal 100% u bo haram. Jo. Alkooli, bira pa alkool në vendet evropiane, në Kosovë, në Ballkan nuk bën më pi. Pik. Kjo është do me thonë qëndrimi dietar mëdhej. Pëlqej është mesteje. Edhe Allahu xhalla shanu. Fjala jam nuk është do me thonë çka obliguese me çdo kush me të bindur e ti me marr. Mirë po kjo është. Ata është pëlqen ty as pëlqen është diçka tjetër. Mirë po krahas kësaj si analogji e tregova dhe shembullin e produkteve ushqimore që prodhon në Ballkan edhe në Evropë, sidomos në Ballkan. Ma bazë aty në studimeve të muslimanëve francezë kur kanë marrë tema doktoraturës, kanë zbulu, kanë gjetë se 90-95% produkteve që prodhon në Ballkan edhe në Evropë që shkruan gelatin janë prej gelatinit thjut. Kjo mjafton si dyshim ti me lon edhe mos me hungër për hir të Allahut, sepse Allah nuk ndalon diçka përveç se ti qil edhe një tjera të halallit. Po me thonë kjo ngushtësia që ti ta merr mendja ty, po ta merr mendja që je ngusht, patjetër unë dona me hungër edhe me pi, kjo është për shkak teka edhe epsheve tua, jo për shkak të Islamit, se Allah ti ka qenë dyrt me 1000 lloje tjera produkte halal që mundesh me zaventsu. Mirë po ajo ngushtimi me mendimi se ti je ngusht patjetër do të me hungër, që ky ngushtimi nuk vjen për shkak të sytje shejtanit dhe dëshire epshit mbrëmshëm që patjetër më realizu që sipas te nëse e han ti ato apo e pin, domethënë çka të qetësosh, mirë po ajo që të shtin ty me bujë që të është vazhdimisht vezveset e shejtanit, andaj mos bëni vezveset e shejtanit edhe kurthat e shejtanit. Lut Allahun xhalla shanuhu që të na bëjë neve gjithve dhe atyre që praktikojnë këtë hadith gjatë gjithë jetës së tyre derisa ta takojmë Allahun xhalla shanuhu faqebart, sepse ky hadith është ai që rregullon jetën tonë fetare në këtë botë dhe na bën neve prej atyre robërve që Allah t'i kënaqë në botën tjetër. Allahu din masmiri wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.